Tomas Brdarić, trajneri i shkarkuar i Vllaznisë, ka reaguar për herë të parë pas largimit nga drejtimi i skuadrës shkodrane, duke theksuar se për të fituar titullin kampion nuk janë të mjaftueshme vetëm ëndrat, por janë të nevojshme dhe strukturat e duhura, vendimet e mira dhe koha. Në një postim në kanalet e komunikimit, trajneri gjerman ka reflektuar mbi sezonin e kaluar, duke vlerësuar arritjet dhe përpjekjet e skuadrës për të konkurruar në nivele të larta, ndërsa thekson se humbja në finalen e titullit ndaj Egnatias mbetet një moment i hidhur. Por të bërë kampion ëndrat dhe shpresa nuk mjaftojnë, duhet strukturë, qëndrueshmëri, vendime të mira dhe kohë. Këtë sezon dham gjithçka kishim, arritëm në Final Four, përfunduam të dytët në kampionat dhe siguruam sërish një vend në kualifikueset e Conference League. Kjo është një arritje sportive dhe bonusi i vogël i të ardhurave europiane do ta ndihmojë klubin. Por vlera më e thellë qëndron në atë që krijuam së bashku, që në fillim qëllimi ynë ishte të konkuronim në nivelin më të lartë, pa humbur identitetin ton. Futboll ofensiv në stilin e Tomas Brdarić. Kjo do të thoshte të ndjekim titujt, duke zhvilluar njëkohësisht edhe brezin e ri. Një ekuilibër i vështirë, por që e përqafuam me përkushtim të plot. Ai vlerësoi lojtarët e rinj si Dodaj dhe Jukaj, të cilët i dhanin impuls skuadrës, si dhe liderët me përvojë si Balaj, Gurishta, Krymi, Mala dhe Deliu, të cilët mbajtin ekipin të fokusuar dhe të qëndrueshëm. Pam lojtarë të rinj si Dodaj, Jukaj që hollën hapat e tyre të parë në futbollin e nivelit të lartë. Lojtarë të tjerë të rinj janë në pritje të marrin shansin e tyre, si Tafili dhe Spahia. Në të njëjtën kohë liderët tanë me përvojë, kapiteni Balaj, Gurishta, Krymi, Mala dhe Deliu, mbajtën ekipin me qëndrueshmëri dhe karakter. Ata ishin shtyllat që mbajti lart standardin brenda dhe jashtë fushës. Humbja në finale dhëmb, padyshim. Atmosferë si në ndeshjet e Champions League, në kohën time si lojtar. Të gjithë në të kuqe e blu, korniza perfekte për të bërë kampion. Por ky sezon na dha më shumë se një rezultat. Na dha arritje, besim dhe një skuadër që luftoi së bashku deri në minutën e fundit. Çdo mëngjes teksa udhtoja me skuter drejt stadiumit në Shkodër, shija njerëz që besonin. Fytyrat e tyre, shpresat e tyre të heshtura më kujtonin pse e bëj këtë punë. Ai imazhi i përditshëm ishte motivimi im. Në fund, Brdarić falenderoi tifozët dhe qytetin e Shkodrës për mbështetje dhe pasionin që i dhanë ekipit gjatë periudhës së tij, duke përmendur se ky rrugtim i tij me Vllaznin nisi si fillim në vitin 2020 dhe vijoi më pas nga marsi i vitit të kaluar për herën e dytë. Rrugtimi im personal me Vllaznin nisi në vitin 2020. Gjatë këtyre viteve jam krenar që fitova kupën, u nderova si trajner i vitit, ndërtova një ekip që nuk u dorëzua kurrë dhe kur kushtet ishin larg të favorshmeve. Tani ky ultim merr fund. Shkodra për mua do të jetë gjithmonë më shumë se një qytet futbolli. Është një vend pasioni, krenarie dhe këmbgulje, një vend ku ndoqa ëndrat dhe u përballa me realitetin. Por lojtarët, stafin, klubin, presidentin dhe sidomos tifozët, faleminderit për besimin, energjinë dhe dashurinë tuaj për lojën dhe për Vllaznin. Puna nuk ka përfunduar, por kapitulli im këtu ka mbaruar me zemër të plot, përpjekje të plot dhe respekt të plot. Vllaznia përfundoi kampionatin në vendin e dytë, ndërsa në finalen e titullit u mposht 4-0 nga Egnatia, duke humbur mundësinë për të fituar titullin kampion pas 24 vitesh. Kujtojmë se në vend të Brdarić në stolin e Vllaznisë u ul Edi Martini.